Me aq deputet sa jemi ne në Parlamentin e Shqipërisë nga Lushnja, ata janë shumë unë tek jam, por ata janë shumë përfshirë dhe Ballukun, përfshirë dhe edhe Peçon, se unë i them Peço Jabanxhiu tani, sepse kemi importuar në Lushnjë, por puna është që s'po jep produkt, s'po jep financë, gjithmonë po ja heq më tepër. Kanë dhënë një fond për ndërtuar një spital të ri, por këtu është tragjikomedi. AZT-ja nuk çon lenë ndërtimit 8 muaj. Pra spostuan në një godinë tjetër rrethanore, më të degraduar se ajo që po rikonstruktohet, dhe nuk ka 8 muaj që i kanë spostuar dhe nuk japin lenë ndërtimit. Ata thotë se po japin një kompleks kullash, edhe do japi katën e fundit, por nuk e do një katë e fundit spital. Është ngritur në parlament ky problem? Patjetër që po, kam ngritur në Parlamentin e Shqipërisë, në daljet e mia televizive në të gjitha, i kam bërë kërkesë që mos shikoni të përgjinjëstroni deputet në opozitës, më merrni me dhënë lenë ndërtime të fillojnë punimet. Vles firma, unë mendoj që më aq lekë është dhënë për rikonstruksionin e godina, është më mirë ta shemësh nga e para dhe ta bësh të re. Sepse nuk ka kohë. Sigurisht jepet më shumë lekë që të rrëpasin ca. Po tani kjo është gjë tjetër, por nëse do realisht të bësh, të ndihmosh atë qytet, është pajisje ndrimi një kategorisë nga bashkiak ta kthesh në Arnal, nuk ka lekë për të bërë analizat. Kaq. Vetëm për raste urgjente shumë mëdha, ose kur vete në me mik që mund të ta bëjnë analizën aty, se do t'i bësh për jashtë analizat. S'ka pas vigona. Ja po ta them rastin tim origjinal me bashkëshorten time, më ka për krahun dhe më zbret poshtë. Pa ma thënë çfarë, tha do vetëm maj vigon se s'kish ishi vigonat e trashme do shoh. E kupton, është çmenduri. Tani kur s'ka vigon, kur s'ka debat i bër këtu, jo po presim tenderimin, imagjino ç'mund mund të ketë spitali kur s'ka vigon. Ilaçet skatura, pastaj informacionet. Sot informacioni i fundit, se dje i thash ore s'keni kushte sigurimi teknik, se nga kjo lindi një ca mesazhe që atje ca bomba oksigjeni që janë jashtë kushteve sigurimi teknik dhe magazinat në cilën ato administrohen, nuk kishte zjarr fikse. Sot drejtori i spitalit ka marrë gjithë zjarr fikset e spitalit, ka lënë damull dhe i ka çuar për kolaudim në Durrës, që të vinë nesër të thonë deputetit që shikoti i kemi funksionale. Të 40 fikset e zjarrit që ka ai spital, sot kanë në Durrës për kolaudim. Fikset e zjarrit, kjo është gjëra më elementare që mund të ketë,